Halil Kastrati është një nga emrat më të njohur të trevave shqiptare, i cili njihet për veprat e tij të bamirësisë ndaj njerëzve në nevojë. Ai ka thënë se askush nuk e njeh më mirë hallin atij që vuan, përveç atij që e ka kaluar vetë atë vështirësi. Halili ka patur përulësinë të tregojë se nuk është rritur në familje të pasur, por si gjithë shqiptarët e tjerë, që kur na ka mbaruar kripa në shtëpi, kemi shkuar dhe kemi kërkuar te komshiu. Ai ka thënë: "Jeta ime ka qenë thuajse si e gjithë shqiptarëve. Kam qenë në shkollë fillore dhe në të mesme këtu, më pas në fakultet jashtë. Shumicën e kohës kam jetuar jashtë shtetit, njëherë si student, pastaj si emigrant. Një jetë si e çdo shqiptari, me halle, derte dhe sfida të ndryshme." Por me sa duket, sprovën më të madhe Halil Kastrati e ka patur kur i ka ardhur në jetë i biri, i cili është diagnostikuar me autizëm. Ky ka qenë një moment që e ka tronditur fort, por më tepër ka qenë krejt i papërgatitur për atë që i ka sjellë jeta. Halil Kastrati tha se kur mjeku më tregoi për diagnozën e djalit, kam shkuar në shtëpi dhe i kam dhënë besën Zotit se do t'i hyj një punë humanitare për djalin tim. U betova se do të bëj të pamundurën për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Problemi i djalit nuk më gjunjëzoi, por më ringriti për të shërbyer të tjerëve. Them se deri diku ja kam dalë, u shpreh Kastrati. Deri tani janë mbi 1600 familje që janë bërë me strehim, ndërtim të shtëpiave apo dhurim të apartamenteve. Unë ua njoh vuajtjet njerëzve në nevojë dhe faleminderit Zotit që po më përdor mua për t'i shërbyer dhe për t'i lehtësuar jetën njerëzve në vështirësi. Ne mbajmë barrën e njëri tjetrit, e kështu pesha e jetës na bëhet më e lehtë, është shprehur Halil Kastrati.